Përshëndetje miq të nderuar në këtë ditë të diele 3 maj 2026. Nënkryetari i parlamentit iranian Ali Nagzat sapo ka njoftuar se po punohet për një plan të ri 12 pikësh në lidhje me ngushticën e Hormuzit dhe se ky plan edhe pak ditë do të jetë gati në implementim. Sipas këtij plani, anijet izraelite, anijet amerikane, anijet e vendeve armiqësore të cilat i quan Irani, si dhe anijet e vendeve të cilat kanë ndihmuar tërthorazi Shëban dhe Izraelin në luftën e tyre kundër Iranit, nuk do të lejohen të kalojnë në ngushticën e Hormuzit pa përmbushur kushtet e caktuara. Ndër kushtet e caktuara dhe kryesori në këtë plan 12 pikësh është që të paguajnë dëmshpërblimet e luftës. Përndryshe, kur ma nuk do të kalojnë aty pari. Sipas planit, do të implementohet një qasje e re e quajtur në plan aty transformimi strategjik dhe vendosja e Iranit në pozicionin ndërkombëtar siç e meriton. Irani ka vendosur që 30% e të ardhurave nga tranziti i ngushticës së Hormuzit, sipas planit 12 pikësh, do të ndahet për forcimin edhe më të tjeshëm të forcave të armatosura të Iranit, ndërsa 70% tjetër do të përdoret për të përmirësuar kushtet e jetesës së njerëzve, si dhe për iniciativa të ndryshme zhvillimore. Deri këtu ka shkue përpunimi i planit 12 pikësh. Plan ky i cili ka shokuar fillimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera, të cilat po përgatiteshin për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Tema e sotme pra këtu është, miq, rëndësia e ngushticave detare, jo vetëm e Hormuzit, por edhe ato të tjera që do t'i përmendi, për t'ju bërë me dije se ngushticat sot janë kthyer në duart e shumë shteteve si armë bërthamore të reja, shumë më të rrezikshme se armët bërthamore klasike dhe armë të cilat, sipas asaj që lexohet rreth shteteve të cilat posedojnë ngushticat, veç çka nuk ka pëlqitur. Andaj e pashtë arsyeshme sot që t'i përmendin ngushticat këto, rëndësitë e tyre, rolet e tyre, nivelin e rrezikshmërisë të tyre, për ta përmendur në fund edhe ngushticën e Otrantos apo Karaburunit në Shqipëri, se a thua Shqipëria si një vend që është rreshtuar me vendet kundër Iranit, a mund të vihet në rrezik ballafaqimi me raketat iraniane? Nëse edhe më tutje, siç thojnë qarqe të ndjeshme iraniane, nëse Shqipëria vazhdon të shqetësoj Iranin duke mbështetur opozitën e saj të rrezikshme që është në Shqipëri dhe rolin e Shqipërisë si një aktor tërthorazi në luftën kundër Iranit. Ajo që po ndodh sot në ngushticën e Hormuzit pra, dhe që po përgatitet të ndodh në ngushticat e tjera, nuk është më vetëm një përshkallëzim ushtarak, por një tension politik i cili po pasqyron një ndryshim të thellë në vetë natyrën e konfliktit ndërkombëtar dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare në përgjithësi. Në këtë video këtu, më shumë se njëherë, në fillim të luftës kundër Iranit, kemi potencuar me theks të posaçëm se lufta e Iranit do të del një dredh e madhe në raport me shtetet të cilat do të sulmojnë dhe në raport me shtetet të cilat e ndihmojnë apo e mbështesin Shëban dhe Izraelin në shkatërimin e Iranit. Tani pra, po përballemi me një moment
që të i kalon kufit e gjirit arabik e gjirit persik dhe që ngren një pyetje themelore këto. A do të qeverisen ende rrugët drejtare nga e drejta ndërkombëtare, apo po hym në një fazë sipas ligjit të xhunglës, ku ri politizimi i ngushticave do të imponon nevojën dhe dinamikën e menaxhimit të ngushticave sipas ekuilibrit dhe forcave të pushteteve të shteteve të cilat involvohen në ato ngushtica. Rëndësia e ngushticës nuk është më vetëm ekonomike, por është qartësisht politike, ligjore, strategjike dhe me përmbajtje rrezikshmërie të armëve bërthamore. Zhvillimet e fundit tregojnë për një përpjekje për të ripërcaktuar funksionimin e ngushticave nga një rrugë ujore ndërkombëtare e hapur në një mjet presioni, në një mjet strategjie negociuese dhe në një mjet e imponimit të shteteve si fuqi determinante në lojrat e reja në rendin e ri botëror që po krijohet. Historikisht nëse shohim, liria e lundrimit në ngushtica ndërkombëtare është bazuar në parimet e përcaktuara të konventave të ndryshme të Kombeve të Bashkuara, konventa që flasin për ligjin e detit. Ky parim i pengon shtetet bregdetare të ndërpresin lundrimin ndërkombëtar, të bllokohen ngushticat, të bllokohen detrat që shkojnë drejt ngushticave, madje edhe në kohë tensionesh lufte. Me fjalë të tjera, asnjë shtet, përfshirë edhe Iranin, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e ka të drejtën që të mbyll ngushtica dhe detra dhe këtë të bëj në mënyra të njanshme. Megjithatë, e kemi përmend më shumë se një herë këto, e drejta ndërkombëtare vetë ka fillu të venitet deri në zbehjen përfundimtare. Ajo e drejtë ndërkombëtare e mëparshme nuk i ka dhënë të drejtë asnjë shteti mundësinë për të vendosur bllokada apo për të kontrolluar ngushtica jashtë kornizave të legitimitetit ndërkombëtar ose të ndonjë mandati të Këshillit të Sigurimit. Ajo që ka ndodhur me rastin e ngushticës së Hormuzit, lufta kundër Iranit që e solli më pastaj problemin e ngushticës së Hormuzit si një ndër problemet, bile problemi kryesor në marrëdhëniet ndërkombëtare, është natyrisht mos respektimi i atyre kornizave të legitimitetit ndërkombëtar. Sepse lufta kundër Iranit, jo që u nis pa ndonjë vendim dhe aprovim nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, por Donald Trump me Netanyahun e nisën luftën edhe pa miratimin e Kongresit dhe të Senatit Amerikan. Sot, nëse krijohet precedenti që ngushticat ndërkombëtare të shndrohen në mjete presioni politik dhe ushtarak, strategjik dhe i gjithanshëm, kjo më pastaj do të hap derën për të rishqyrtuar statuset edhe të ngushticave të tjera krahas ngushticës së Hormuzit. E më së shumti frikë ka për futjen në lojë të 3 ngushticave kryesore të botës. E Malakës te Malezia, Indonezia dhe Singapori, e Bosfori që është tek Turqia dhe natyrisht ngushtica apo kanali i Suezit. Në detaje të mjaftueshme do të mundohem që t'i shpjegoj të gjitha këto një nga një. Me një fjalë, ajo që po ndodh sot miq në ngushticën e Hormuzit mund të bëhet një model që të implementohet edhe tek ngushtica e Malakës, e cila bazuar në sasinë e anijeve
të maldrave, të transporteve që kalojnë andej sot për sot. Më shumë se çdo ngushticë dhe kanal tjetër është bërë arteria kryesore, më e ngarkuara dhe më e rrezikshmja në planetën e tokës. Nëse ky model pra i ngushticës së Hormuzit do të implementohet edhe atje, mbase edhe në Suez dhe Bosfor, atëherë bota do të përballet me një ndryshim të rrezikshëm, jo vetëm të sistemit global, por edhe të mënyrës së jetesës në çdo cep të botës. Këtu qëndron ajo dilema e vërtet. Gjiri ngushtica, në rastin konkret e Hormuzit, nuk po merret më si një kërcënim i vetëm i izoluar, por me shtresa të shumëfishta, sikur guacat e futura në njëra tjetrën. Kërcënime të shumëfishta, rajonale, ndërkombëtare, ligjore, ushtarake, diplomatike, politike, strategjike dhe në të gjitha rrafshet e jetës së njerëzve sot në botë. Më e rëndësishmja prej të gjitha këtyre është se ky skenar i ngushticës së Hormuzit dhe i frikës për ngushticat e tjera, sidomos Bosfori, Malaka dhe Suezi, ngre një pyetje themelore në lidhje me të ardhmen e sistemit ndërkombëtar që po krijohet tani. A thua, ata të cilët e kanë ditë se po merr fund globalizmi, sistemin ndërkombëtar i kaluar, dhe ata të cilët e kanë ditë natyrisht dhe formën e parafort të sistemit të ri ndërkombëtar që po krijohet, që ka lindur dhe ende nuk e ka marrë formën përfundimtare, a e kanë ditur se ngushticat do të kthehen sërish në lojë dhe do të jenë përcaktueset kryesore të atij rendi që nuk paskësh qenë imagjinuar. Nëse rregullat ligjore e humbasin aftësinë dhe fuqinë e tyre për të rregulluar rrugët ujore, strategjike, tani e tutje, bota do të shkoj drejt një faze ku kontrolli zëvendëson legitimitetin ndërkombëtar, ku forca bëhet gjuha me të cilën do të bisedojnë shtetet, jo vetëm për ngushticat, por edhe për marrëdhëniet e tjera dhe aleancat e tjera të krijuara më parë e që me sa shihet të gjitha kanë përfunduar. Në rastet të këtilla pra, ngushticat nuk do të jenë më thjesht pika tranziti, por pika ndikimi dhe imponimi të fuqive ushtarake e paratyre politike dhe diplomatike. Në fundit miq, ngushtica e Hormuzit sot nuk është më vetëm një vetëndodhje gjeografike. Ato e kanë pa të gjithë, por është një provë e vërtet e kufive të ligjit në një botë, e cila po pëson ndryshime kaq rapide. Frika më e madhe, edhe më e madhe se Bosfori, e që qëllimisht nuk e përmenda, edhe më e madhe se Suezi, edhe më e madhe se Malaka, është frika që ka fillu të merr formë fizike nga mbyllja e ngushticës së Babul Mandab. Irani ka kërcënuar dje për herë të fundit, edhe 2 herë më parë, se nëse SBA-ja vazhdon të mbajë të bllokuara detrat që çojnë ka portet iraniane, shumë shpejt Irani me Huthit e Jemenit do të mbyllin Babul Mandab, që i bje se do të bllokohet së paku 45% e transportit detar botnor. E që kjo do të ishte fillimi i asaj frike për të cilën kemi folë dhe kam thënë se nëse ka ndonjë vend në të cilën ia vlen të niset lufta bërthamore, lufta e tretë botërore, është pikërisht gryka e detit të Kuq.
aty ku është Somalilandi nga Afrika dhe Babul Mandab në teritorin e Jemenit. Rëndësia e Babul Mandab që lidh detin e Kuq me gjirin e Adenit dhe kështu me Oqeanin Indian është njëra ndër ngushticat më kritike në botë, përsa i përket tregtisë globale dhe sigurisë së furnizimit jo vetëm me energji, por edhe me plehra artificial dhe me gjëra ushqimore. I vendosur geostrategjikisht mbi bririn e Afrikës dhe gadishullit arabik, ky kalim ka që rëndësishëm strategjik, ka potencialin të shkaktojnë ndërprerjen më të madhe në histori të zinxhirit global të furnizimit me çdo gjë që i nevoritën shteteve të ndryshme dhe të krijoj luhatje të mprehta të çmimeve të energjisë si dhe të gjërave ushqimore. Prandaj, rajoni tani për tani mbetet fokusi i interesit ushtarak dhe diplomatik i fuqive të mëdha, e sidomos i vendeve evropiane, të cilat në një moment paraqiten gatishmërinë e tyre për të ndihmuar SHBA-n në hapjen e grykës së ngushticës së Hormuzit, por kur herën e parë Irani kërcnoi se do ta mbyll ngushticën e Babul Mandab vendet evropiane, me në krye me Britaninë dhe Gjermaninë u tërhoqën, sepse e pan rrezikun i cili do t'i çmontonte dhe do t'i bankrotonte shtetet mesatare dhe të varfra, ndërsa shtetet e zhvilluara do t'i qitte para sprovave më të rënda që nga lufta e dytë botërore. Nëse e shikojmë edhe njëherë po them historikisht rolin e ngushticave në përkohë të ndryshme miq, megjithëse që kur është përshkruar lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, ne kemi analizuar për këtë shkaqe, përsa unë kam mujt me e kuptue se lufta qysh nga antika më të mëdhat prej tyre janë zhvilluar pikërisht për shkak të ngushticave dhe për shkak të asaj që kanë kalue apo është ndaluar të kalohet në për ngushticat e ndryshme. Beteja e Salaminës e vitit 480 para erës sonë ndodh atëherë kur flota greke e mund flotën persiane dhe merr kontrollin e detit. Tjetra, ngushtica e Bosforit dhe e Dardaneleve ka qenë gjithmonë objektiv i perandorive të ndryshme. Pas pushtimit të Konstantinopojës dhe kthimit të këtij emri në Stamboll Islam, Osmanlit i kontrolluan më pastaj, i morën në kontroll ato ngushtica dhe arritën të sundonin, menaxhonin dhe të kontrollonin çdo gjë që lëvizte midis detit Mesdhej dhe detit të Zi. Luftrat e mëdha që shpërthyen midis Rusisë dhe perandorisë osmane kanë pasur si shtys kontrollin mbi këto ngushtica. Po ashtu, edhe lufta midis Britanisë dhe Francës nga njëra anë dhe Rusisë nga ana tjetër, e njohur si lufta e Krimes, ka pas për qëllim pengimin e Rusisë që të merr kontrollin e ngushticës së Dardaneleve dhe ngushticës së Bosforit. Në luftën e parë botërore, alatët ndërmarrin një fushat të madhe ushtarake për të pushtuar Dardanelet dhe për t'ja marrë atë nga sovraniteti e Osman, por dështojnë, ku vriten mbi 240.000 njerëz në ujrat e Galipolit ose në ujrat e Çanakalas. Lufta e dytë botërore, që tronditi botën dhe e dime se çfarë ka ndodhur aty, 70 milion njerëz të vrarë, ndezet nga një dalje e vogël detare, gjiri i Gdanskut në Poloni. E dini, udhëheqësi nazist Adolf Hitler kishte vënë
në praktik parimin e shenjtë kombëtar gjerman nazist, se kudo që ka tokë ku jeton aty një gjerman dhe flitet Gjermania, ajo është pjesë e shtetit gjerman. Në gjirin e Gnaskut, që ndodhet mes kufirit gjerman dhe ati polak, jeton edhe sot e këtë tutje, ka jetuar edhe atëre, një pakic e gjermane. Ndaj, Hitleri lëviz forcat për t'i fut në kontrol këto toka ku banojnë gjermanët dhe për t'a shtije në dorë gjirin e Gnaskut. Franca dhe Britania më pastaj bëjnë përpjekjet e tyre që t'a frenojnë këtë hapje të Gjermanisë ka Polonia, por ai e shtyu ushtrin e tij për të pushtruar atë që e konsideronte si tokë gjermane. Nga ngushtica në fjalë, nisen edhe fitilat e parë, më të rrezikshmet për luftën më të rrezikshme që ka ndodhur në historinë njerëzore. Ngushticat miq dhe gjiret e ndryshme detare nuk maten nga mallësia, gjerësia, thellësia, gjatësia, por maten nga rëndësia strategjike, nga pozicionet e tyre strategjike. Ai gji i vogël mes gjermanëve dhe polakëve ishte një gji i ngushtë, ndoshta që nuk mund të kalojnë anijet të oqeanike, por pikërisht ai gji i vogël ndezi një zar botror që e ndezi botën. Në anën tjetër, në skajin e Azis, ndryshe nga që ndodhte në vende tjera, një ngushtic e rëndësishme ishte ajo që ndryshoi kohët e luftës së dytë botërore. Pasi Gjermania pushtoi Francën dhe Britaninë dhe e bombardoi Londrën në mënyrën më të tërbuar, atë botë kryeministri britanik Winston Churchill i pati thënë popullit të tij: nuk kam më që t'ju ofroj përveç gjakut, djersës dhe lotëve. Megjithatë, Britania nuk heshti e bindi Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të ndërmarrin hapat për të ndalën nazizmin gjerman, fashizmin italian dhe Japonien, e cila po pushtonte gati tërë territorin e Azisë. Duke e bindur Franklin Rooseveltin, Gjermania, po mendoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillojnë të ndërmarrin hapat përfundimtar, megjithëse tragjik për japonezët, por ishin vendimtarët për ndaljen e luftës së dytë botërore. Me 4 dhjetor të vitit 1941, para se të hidheshin bombat atomike natyrisht, Japonia pati sulmuar bazën amerikane në Pearl Harbor, edhe filma kemi pa në lidhje me këtë ngjarje, dhe duke vrarë mbi 2000 ushtar amerikan, e pati nxitur Amerikën e atëhershme që të rishqyrtoj të gjitha mundësit ushtarake, mbas edhe atomike, për të ndalë hovin e Japonisë. Dhe natyrisht, ai kanal atje dhe ato sulme mbi bazat amerikane nga ana e Japonisë bën që lufta e dytë botërore të merë përmasa të atilla sa të detyrohen të përdorin edhe bombën atomike. Një mbi Hiroshimen dhe tjetër mbi Nagasakin. Shkojmë më tutje, në vitin 1956, presidenti i atëhershëm egjiptan, Gjemal Abdel Nasser, e shtetëzon kanalin e Suezit, duke nxitur Izraelin, Britaninë dhe Francën që ta nisin luftën tripalshe kundër Egjiptit, luftë e cila
do të ndalet vetëm pas kërcënimit amerikan, se do të gjunjezoj ekonomikisht Britanin, për shkak se kishte nisur luftë pa e pyetur Washingtonin zyrtar dhe më së shumti me vendosmëri nalet atëherë kur Bashkimi Sovjetik kërcënon Francën, Britanin dhe Izraelin se do të përdor bombën atomike dhe do të ndes botën. Këto raste, këto kanale, këto ngushtica, përgjatë gjithë historisë së tyre, kanë qenë një ndër shkaktarët kryesor të nisjes së luftrave të mëdha. Andaj, edhe njëre po kthehem dhe po them se kur kam thënë se ngushtica e Babul Mandab është pika më nevralgjike dhe pika më rrezikshme në botë, ka qenë pikërisht i mbështetur në materialet të cilat i patatubuar përgjatë leximit mbi historinë e ngushticave në historitë e tyre. Pas luftës së vitit 1956 dhe shtetëzimit të kanalit të Suezit, vije në pyetje edhe një problem me një ngushticë tjetër, ngushtica e Tiranit, e cila luftë nis në vitin 1967. Naseri e mbyll rrugën në Akaba, midis Jordanis, Izraelit dhe Egjiptit në veri të detit të Koq, të ngushtica e Tiranit e mbyll rrugën për anijet jo vetëm luftarake të Izraelit, por për të gjitha anijet që çonin mallra e produkte të ndryshme në Izrael dhe mirnin nga Izraeli duke i shpërndarë në përbot. Ky akt i Gjemal Abdel Nasserit nga ana e Izraelit u konsiderua si akt i shpalljes së luftës dhe pasoi lufta gjakatare e vitit 1967, ku Izraeli i dërmon për toke Egjiptin, Jordanin dhe Sirin së bashku. Kjo ngushticë pra e vogël në hartën gjeografike ndryshoi përsëri hartën e lindjes së mesme. Sot, teksa po flasim për ngushticën e Hormuzit, do të ishte e palogjikshme të mos përmenden edhe rëndësitë dhe rrezikshmëritë edhe të ngushticave të tjera. Kthehem tek Bosfori dhe Dardanelet. Bosfori dhe Dardanelet janë ndoshta shembulli më klasik i ngushticave që kanë prodhuar histori perandorake, që kanë rrëzuar perandori dhe kanë ngrit të tjera. Dardanelet dhe Bosfori e lidhin detin e Zi me Mesdheun dhe për këtë arsye kanë qenë objekt i rëndësishëm i rivalitetit midis Rusisë, perandorisë osmane, Britanisë, Francës e më vonë edhe të NATO-s. Në luftën e Krimes, të cilën e përmenda pak përpara, qëllimi i fuqive perëndimore ka qenë pengimi i Rusisë të dilte dhe të hynte lirshëm nëpër Mesdhe. Në luftën e parë botnore, fushata e Galipolit pra, ishte një përpjekje e Laadve për të marrë Dardanelet dhe për të goditur nga një anë perandorin osmane në zemër e nga ana tjetër për ta blokuar Rusin e atëhershme. Këto ngushtica, të gjitha këto që i përmenda, e sidomos Bosfori dhe Dardanelet rregullohen me konventën e Montreux e vitit 1936, e cila konvent i jep Turqisë rol të veçantë mbi kalimin e anijeve ushtarake dhe civile, por që i ndalon vënien e çfarëdo takse mbi anijet të cilat kalojnë andej pare. Babul Mandab, kanali i Suezit, Bosfori, Dardanelet, Malaka, kanali i Tiranit, në veri të detit të Koq, nuk janë më pak ose më shumë të rëndësishme sesa kanali i Panamas, i cili
Tani për tani, me ngushticën e Malakës, janë bërë 2 vendet nga ku është duke kaluar transakcioni tregtar dhe ekonomik i botës. Panamaja, në të cilën punojnë franqezët, më vonë amerikanët, dhe për të cilën pretendon Donald Trump që ta vënë në jurisdiksionin amerikan, u bë pika nevralgjike e cila nxiti mendësinë iraniane, plus lufta kundër Iranit që të veprojë njëjtë ashtu siç pretendonte dhe siç veproi më pastaj Amerika në raport me kanalin e Panamas. Shtetëzimin ta quaj kushtimisht të ngushticës së Hormuzit. Malaka, të Malezia, Indonezia e Singapori atje, është e rëndësisë tepër të madhe. Në vitin 2025, atyhit kanë kalue 122.564 anije tej oqeanike, që i bje se ekonomia e Kinës, e Koresë, e Indisë, e Japonisë dhe grupeve dhe shtetet e grupit ASEAN, por edhe Amerikës kalojnë andej pari. 36% e ekonomisë e tregtisë botërore kalon tek ngushtica e Malakës. Kina ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se, kërcënim mos të them, e ka bo me dije se nëse shumë shpejt nuk i hap rrugët që çojnë drejt Iranit dhe prej Iranit, Kina do të ndërmerr të njëjtën në ngushticën e Malakas dhe ka nxitur Iranin që ta mbyll edhe ngushticën e Babul Mandab, për të cilën kam fol fjalë të përzgjedhura, po përsa e shoh e shfaqin rrezikshmërinë më të madhe që për një ngjarje të cilën ndoshta jo të gjithë po e përmendin, por të gjithë po e din. Luftën bërthamore midis superfuqive. Është edhe një ngushticë tjetër e rëndësisë së madhe, ngushtica e Tajvanit, aty ku kalon tregtia e qipave dhe lufta e ardhshme midis 2 superfuqive, Shebave dhe Kinës. Ngushtica e Tajvanit, vend të cilën e kam vizituar më shumë se një herë, dhe ku jam takuar me nivelet më të larta të shtetit të Tajvanit, tani, pas Babul Mandab dhe Hormuzit, dite më shumë po shfaqet si një ndër pikat më të rrezikshme të botës. Ajo ngushtica aty nuk lidhet vetëm me sovranitetin e Tajvanit apo me pretendimet e Kinës, por është rruga, ngushtica që i lidh gjysmëpërquesit, teknologjinë globale, zinxhiret e furnizimit dhe rendin ekonomik, ta quaj kështu, amerikan dhe të vendeve të paqësorit. Një ngushticë tjetër e një rëndësie jo të vogël, por të madhe, e përgjatë historisë të kaluarën e ka pas edhe më të madhe se sot, është ngushtica e Gibraltarit. Historikisht dihet se Gibraltari e merr emrin nga komandanti i ushtrisë islame Gjebelut Tarik, në kohën kur arabët, dinastia islame depërton në Andaluzi, në Spanjen e sotshme dhe e pushton Spanjen. Kur e kalon grykën e Gjebelut Tarikit, Gibraltarit, thuhet se Gjebelut Tarik i ndez, ja vë flakën anijeve të veta me të cilat e kalojnë ngushticën. Dhe ju thot ushtarëve të vetë, 68.000 ushtarëve të vetë. Tani
dosta, i kemi 2 armiq, me cilin dohni ju balafaqohuni. Për para, i kemi Spanjollët, ndërsa mbrapa e kemi ujin e detit. Nëse tërhiqeni, do të vdesni në deti, e nëse hesni për para, do të mujmë armikun ton si pas fjalëve dhe terminologjisë Gjebeluttarit. Që kjo ngushtica e Gibraltarit e lidh natyrisht e dini Atlantikun dhe Mesdheun. Historikisht, kontrolli britanik mbi Gibraltarin i dha Londrës një mundësi të madhe të kontrollonte tër Mesdheun. Për shekuj, kjo ishte jetike për perandorin osmane, për rrugët e saj drejt Indis dhe për operacione të tjera në Afrikën veriore e sidomos përgjatë luftës së dytë botërore. Andaj miq, këto shpjegime që pi bëj për rëndësinë e ngushticave, mendoni jo se Donald Trump nuk i ka dëgju këto? Po natyrisht se i ka dëgjue, natyrisht se i di rëndësinë e ngushticave, natyrisht se ashtu e po ka po shkon Kina, si po ekspansionohet Kina, qipat e Tajvanit, nafta e Iranit, nafta e Rusis, nafta e detit të zi, nafta e Turqis, gazi që po zbulot aty, të Irakit, të gjitha këto, duke i ditur këto lëvizje ekonomike, Shëbaja, si kur edhe perandorit e më parshme dëshiron që të vë dorë mbi ngushticën e Hormuzit. Se, a do t'ja arri kësaj apo nuk do t'ja arri, presin të shohim. Unë nuk mund të presupozoj. Unë mund të flas vetëm nga ajo çka e kam pa deri më tani. Se iranianët, për sa i kemi lezuar këto muajt e fundit, mund të vdesin të gjithë, por që të dërzohen në asnjë mënyrë. Si përfundim i kësaj video të sandme, që nervat e sistemit botëror, piquaj nerva, ngushtica detare, që e Malakas, e pushtuar në vitin 1511 nga portugezët, pastaj nga holandezët 1641, pastaj nga Britania e Madhe, që e ka dominuat pjesë të botës në shekullin e 18 dhe 19 e tutje. Pastaj vendet e tjera, Shëbaja në Filipina, atje të Malezia, dhe ngushtica të tjera. A nuk na japin të drejten, të mendojmë, jo të konstatojmë, se vërtet ngushticat po kthehen në armë të rrezikshme bërthamore që mund të pëlqasin ore qast. Nga kjo perspektiv, për fund të videos, dua të përmendi edhe ngushticën, megjithëse që shumë më e gjarë se të tjerat, ngushtica e Otrantos apo e Karaburunit, për të cilën Enver Hoxha ka folë shumë, dhe i kërcënonte Britanin e Amerikën se do të mbyllë të tërën, megjithëse që ajo pjesë aty e ka gjersien Otranto ka Italia dhe Karaburuni këndej, diçka afër 72 kilometra. Vend në të cilën nga aty, nga deti Mesdhej, deti jon në për Adriatik, hynë mallrat në Evropë dhe dalin nga portet e Adriatikut drejt botës mbar, dhe e dyta e shndron Shqipërinë në një fuqi, po ditën të përdorin, por edhe në një target rrezikshmërie nëse në të ardhmen e afërt apo të mesme fillojnë luftat e vërteta, siç ka ndodhur përgjatë historisë në lidhje me ngushticat. E mirë që e ka Shqipëria aty dhe e një rreziku potencial, sidomos për shkak të qasjeve të saj në raport me opozitën iraniane, të cilën e mban dhe e ushqen në tokën e saj. Natën e mirë.